Raporti përfundimtar i kontrollit të lartë të shtetit mbi veprimtarinë e Bashkisë Selenicë nxjerr në pa një panoramë shqetësuese të keq menaxhimit të fondeve publike dhe shkelje sistematike të ligjit. Nuk bëhet fjalë për gabime të rastësishme apo mangësi teknike, por për një model të konsoliduar administrimi që ka cënuar drejt për drejt interesin publik dhe besimin e qytetarëve. Sipas gjetjeve të KLSH-s, 10 procedura prokurimi me vlera që arrin në qindra milion lek janë zhvilluar me kritere të pajustifikuara, shpesh pa lidhje me objektin e kontratave. Këto praktika kanë kufizuar konkurrencën dhe kanë minuar transparencën, duke i hapur rrugë favorizimeve dhe vendimarrjes arbitrare. Në disa raste, fondet limit nuk janë argumentuar fare, ndërsa mungesa e specifikimeve teknike për punime publike nga banesa sociale të rikonstruksionit shkollave dhe ndërhyrja infrastrukturore tregon një papërgjegjshmëri serioze institucionale. Më alarmuese është se në shumicën e procedurave të audituara, operatorët ekonomik fitues nuk kanë përmbushur kriteret ligjore dhe dokumentare, por janë shpallur gjithsesi fitues. Ky fakt përbën një shkelje të hapur të ligjit për prokurimin publik dhe ngre pikpyetje të forta mbi integritetin e strukturave përgjegjëse. Raporti evidenton gjithashtu dështime të rënda në menaxhimin financiar, përfshirë llogaritje të gabuara të taksës së ndikimit në infrastrukturë, të cilat kanë sjellë humbje të drejtpërdrejta për buxhetin vendor. Po aq problematike është dhe mosndjekja e gjobave administrative të vendosura ndër vite, duke kthyer mungesën e ndëshkimit në normë dhe jo në përjashtim. Në fushën e administrimit të pasurive publike, KLSH konstaton se subjektet private nuk kanë respektuar kontratat e qeras për asetet e bashkisë, duke krijuar mbi 52 milion lek të ardhura të munguara. Paralelisht janë zbuluar raste ku punime të pakryera janë faturuar si të realizuara, duke shkaktuar dëme financiare konkrete për institucionin vendor. Përballë kësaj tabloje, KLSH nuk është mjaftuar vetëm me evidentimin e shkeljeve, por ka kaluar në fazën e përgjegjësisë disiplinore. Janë rekomanduar masa ndaj 10 punonjësve, përfshirë drejtues drejtorish, antarë të njësive të prokurimit, komisione vlerësimi, specialist financiar dhe kryeinspektorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të kësaj bashkie. Sanksioni propozuar, pezullimi së drejtës për ngritjen e detyrë dhe rritje page deri në 2 vite, është një nga masat më të rënda në shërbimin civil. Raporti bën të qartë se problemet në Bashkinë Selenicë nuk janë incidente të izoluara, por pasojë e mos zbatimit sistematik të ligjit. Tashmë përgjegjësia e kalon komisionit disiplinor dhe institucioneve të tjera për të vepruar, ndërsa gjetjet hapin rrugë dhe për përgjegjësi të mëtejshme administrative apo penale. Heshtja ose neglizhenca në këtë fazë do të përbënte një dështim të dytë, këtë herë ndaj drejtësisë dhe qytetarëve.